Në mbyllje të samitit të NATO-s në Wells, shefi i diplomacisë shqiptare ka theksuar se Shqipëria si vend antar i NATO-s është në bashkërendim të plot me aleatët për vimin e kontributit në Irak me mundësitë që ka. Sa i takon reagimit aleancës ndaj rrezikut të radikalëve të grupimit të Shtetit Islamik, Bushati sqaroi se do të veprohet në 3 drejtime. Spari kontributi për luftën që zhvillohet në terren, ka një ndjeshmëri për të përfshirë edhe vende tjera në këtë proces, sidomos vendet e botës arabe. NATO vetë ka një mekanizëm partneriteti me vendet e procesit të Stambollit, siç njihen ndryshe. Së dyti është lufta ndaj këtyre fenomeneve në shoqëritë nga të cilat vinë, le të themi, luftëtarët, nëse do t'i quajmë kështu. Është një fenomen që ka prekur Mbretërinë e Bashkuar, Amerikën, Francën, Gjermaninë, por në një masë më të konsiderueshme kuptohet vendet e Ballkanit, për shkak të afërsisë gjeografike dhe për shkak të terrenit social që në disa raste është i favorshëm. Elementi i tretë është rindërtimi i Irakut. Sipas kryediplomatit, Shqipëria do të mbështesë politikën e dyerve të hapura, ku duket se Mali i Zi dhe Gjeorgjia janë më pranë antarësimit, ndërsa për Maqedoninë rrugtimi do të jetë më i gjatë. Ashtu si kryeministri edhe Bushati tha se zbatimi i marrëveshjes së Ohurit mbetet një prej sfidave kryesore të Shkupit. Apeli i gjithë vendeve pjesëmarrëse në aleancë është për një bashkëjetesë më të mirë, për një respektim rigoros të marrëveshjes së Ohurit dhe për reforma të rëndësishme në sundimin e së drejtës, kryesisht në fushën e drejtësisë dhe medias. NATO do të ketë marrëdhënie më institucionale me shtetin e Kosovës për të shtuar sigurinë në rajonin e Ballkanit, ka sqaruar po ashtu ministri Bushati.